Pasiguria ekonomike ka kosto. Nga një studim i posaçëm ka rezultuar se kostoja e mundshme mund variojë nga 83 milion euro në vitin e parë deri në 1.8 miliard euro në 5 vite në skenarin më negativ, ndërsa vlera e pritshme llogaritet rreth 923 milion euro. Krimet kundrejt personit për çështje tregtare, krimet ndaj pronës, pasiguria ndaj pronës, pasiguria në marrëdhënie biznesi ndërmjet dy palëve se do e zgjidhin në kohë në gjykatë problemin që kanë dhe nuk do zgjaten me dekada në sistemin gjyqësor për ta zgjidhur ata. Grumbullimi i kësaj fryme të pasigurisë si pasojë këtyre krimeve dhe problematikave sociale që ne hasim. Rreziku lidhet me rritjen 17.4% të veprave penale në vitin 2025, veçanërisht me krimet me ndikim të lartë social ndaj grave, fëmijëve dhe familjes. Këto lloj krimesh që lidhen kryesisht me rritjet e aksidenteve, me rritjet e konflikteve mes personave për motive të dobta, për arsye banale, për rritjet të problemeve të pronës, konflikteve që lidhen si pasojë pronës, për rritjet e problemeve që lidhen si pasojë marrëdhënieve të biznesit, të shitblerjes. Sipas analizës metodike, kjo aktivizon efektin traumatik, duke dobësuar besimin dhe sjelljen ekonomike. Në këtë moment, nëse nuk merren masat e duhura, dhe në fakt ndjeninë time qeveria po bën një plan masash për të ndërhyrë në këtë drejtim për ta zbutur. Në fatmesim dhe në fatgjatë vërtet mund të kthehet në një problem që dëmton ekonominë, do ndikonte mbi gjitha tek konfidenca apo besimi që biznesi ka për të kryer operacionet e veta brenda Shqipërisë, qoftë për të investuar dhe për të zgjeruar, qoftë për të shkuar drejt proceseve më inovative apo qoftë për të shtuar produktet dhe shërbimet. Por kostoja nuk shpërndahet njëtrajtësisht. Mbi 60% e ndikimit përqendrohet në zonën Tiranë-Durrës, ndërsa zonat bregdetare ekspozohen përmes turizmit. Në kuadër të kapitujve 23-24, çdo vit vonesë në reforma lidhet me një kosto oportuniteti prej 138 deri në 222 milion euro. Të gjitha studimet ekonomike tregojnë që për ta rikthyer këtë imazh do duhet dy fishi kohës sa për ta humbur.